Ju përshëndes të nderuar shikues nga Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Në një kohë kur ardhmja e fëmijëve duket here pas sigurt për shkak të gjeneratave të reja, edukimit dhe rrjeteve sociale dhe kur sfidat për të rinjt janë të shumta, ka dhe histori që të frymëzojnë dhe të japin shpresë. Sot ne kemi në studio të ftuar disa nga nxënësit më ekselent të gjimnazit Alidemi, fitues të olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilët me përkushtim dhe pasion po arrin rezultate të jashtëzakonshme. Janë Jamar Borushitaj dhe Sara Brakaj, nxënësit ekselent të gjimnazit Alidemi që janë sot në Atlas Njerëzor. Sara Brakaj është nxënëse ekselent në gjimnazin Alidemi, e cila sot është këtu në studion ton për të treguar sepse ajo e do kaq shumë lëndën e fizikës. Sara, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Edhe unë të falenderoj, sinqerisht e ke ndriçuar këtë studio sot. Sara, çdo të thotë para një herë të jesh nxënëse ekselente në gjimnazin Alidemi. Unë jam vërtet shumë e lumtur që 3 vitet e gjimnazit si maturante kalova tek Alidemi, kam kaluar vërtet shumë mirë dhe jam shumë i njohur për stafin akademik, për mësuesit e mi, ndërsa për pjesën e ekselencës mendoj që është pak mbiemër i hiperbolizuar, por që jam shumë krenare për veten për rezultatet që kam arritur. Po, edhe po flet në kohën e shkuar, po në fakt ti je nxënëse, je maturante. Jam maturante. Je në prag të maturës shtetërore e tjerë. Sara, kjo lidhja jote me fizikën e ka një bazë, e ka një histori? Nuk është se ka një histori domethënë të gjatë, por që unë mbaj mend momentin kur kam ka filluar pasioni im për fizikën, kam qenë e vogël dhe kisha shumë qejf të shikoja emisionet tek Explorer Shkencë për gjëra të ndryshme për kafshët. Por një ditë ishte një emision, ishte mëngjes dhe ka qenë për astrofizikën, për supernovat, se si universi zhvillon dhe rritet ditë për ditë pa kufi, edhe aty domethënë jam mahnitur vërtet. Dhe the? Thash, okay, kjo më pëlqen shumë astrofizika, më pas filloi dhe shefi për lëndët pjesët e tjera të fizikës, domethënë. Bon. Dhe në gjimnazin Alidemi ti ke shkuar pas shkollës 9 vjeçare, pas përfundimit, pikërisht në shkollën Ismail Qemali. Atje dalloheshe në fizik? Nuk është se domethënë e ushtroja shumë pjesën e pasionit të fizikës, kam arrit rezultate të mira të gjitha, po që më shumë në gjimnaz fillova që po merresha dhe me olimpiadat, domethënë mora pjesë në to. Po. Dhe kush ka qenë mbështetja më e madhe në këtë rrugëtimin tënd? Mbështetja më e madhe kanë qenë prindrit e mi, ata gjithmonë janë suportues për domethënë çdo pasion timin, por gjithashtu dhe profesorët të shkolla kanë qenë shumë suportues. Dhe prindrit nuk janë mësues, apo jo? Jo, mami im është pedagoge, por që nuk kanë asnjëri prej tyre nuk ka fizikën si profesion. Shumë bukur. Sara, ke vite që e studion fizikën, ke vite që merr pjesë në olimpiada, në olimpiada të shkollës, në olimpiada kombëtare, madje dhe ballkanike. Nuk e lodhur ndonjëherë? Nuk thua si ka një kështu pendim që është një rrugë e vështirë dhe ty të lodh? Nëse diçka e ke me qef, mendoj që dhe lodhja është pjesë e asaj dhe nuk e mendon ashtu si diçka që si një pengesë ose si diçka tjetër, por dhe atë e fillon dhe shikon dhe e pëlqen. Dhe atë pjesën e lodhjes, sepse ti do punosh, por do punosh ushtrimet e fizikës, ushtrimet e diçka që ty të pëlqen. Si është një ditë e zakonshme për Sarën? Atëherë, unë fillim shkoj në shkollë patjetër, pas shkollës përpiqem të mbyll detyrat, merrem me studime, sidomos tani që kemi provimet e maturës, përpiqem të fokusohem tek atë lëndët që kemi provim dhe në kohën e lirë shikoj filma, dal me shoqet. Kërkon përkushtim apo jo? Patjetër, si çdo shkencë, nuk është thjesht fizika që kërkon përkushtim. Dhe çfarë të më gjeps më shumë tek ajo, më the për astrofizikën, apo jo? Mund të qëndrojmë pak këtu te astrofizika? Mendoj për faktin që universi zhvillohet ditë për ditë dhe ne nuk e dim arsyen pse ai vazhdon deri në pafundësi. Nuk e dim arsyen dhe kjo gjë më mahnit shumë, që është gjithmonë në zhvillim. Ka gjëra që ne nuk do t'i dim asnjëherë, galaktika që nuk do t'i vizitojmë dot kur, sepse është distanca shumë e madhe. Dhe ti eksploron në këtë këndvështrim, gjithmonë që të gjesh të reja?
të panjohura? Po, madje para disa ditësh po shikoja për teorinë e relativitetit të Albert Einsteinit, se si koha është relative, pra koha që ne e marrim të mirëqen dhe ajo ndryshon për shkak të këndvështrimit. Do me thënë dikush që është në një planet tjetër, e ka kohë ndryshe, se se ne. A ka pas në një moment që të bën ty ta shohësh botën ndryshe pikërisht fal fizikës? Mendo shpesh, madje edhe kjo që po thosha tani për teorinë e relativitetit, dhe një moment e po mendoja që wow, okay, ne ka gjëra që as nuk i mendojmë fare në përditshmërinë tonë. Po që janë atje, janë të padukshme, por që aty mbeten. Po. Dhe në gjimnas ju thoni që ke qenë në vim si pjesë e të gjitha aktiviteteve shkencore të shkollës, apo jo? Olimpiada brenda shkollës, olimpiada dhe kombëtare dhe jashtë vendit. Të qëndrojmë pak këtu, do më tregosh pak, do me thënë, pjesëmarrjen tënde në olimpiada, dhe nuk e qenë vetëm pjesëmarrëse, ka qenë dhe fituese. Po, unë kam në vit të parë mora pjesë në olimpiada për herë të parë. Për herë të parë. Dhe kam arritur deri tek olimpiada kombëtare. Por mendoj që olimpiadat patjetër që janë të vështira, por kur e ke shef atë, është diçka që ti më shumë do shkosh me shef, jo te fakti që ti po bën një test, gjithashtu takon dhe moshatar të tu që ndajnë të njëjtin pasion. Mendoj janë diçka shumë e bukur, edhe pse ndoshta nuk do fitosh, është një eksperiencë e këndshme. Po kur ke fituar? Jam ndjer shumë kënaqur. Çfarë ka ndodhur me Sarën? Jam ndjer shumë e lumtur sepse jo për faktin që okay fitova diçka, por për faktin që unë di diçka tek ajo çfarë unë kam qef. Tek dega fizikës, pjesa që më intereson vërtet shumë. Ndërkohë që këtë vit për herë të parë, më duket ka nisur atë rrugëtimin e tij Festivali i Shkencës, sepse po zhvillohet në të gjithë vendin në fakt, të zhvilluar dhe në Vlorë, dhe jeni protagoniste. Qëndrojmë pak tek Festivali i Shkencës. Çdo të thotë të marrësh pjesë në një festival shkence, çfarë presupozon? Pra ju përgatisni projekte apo teste praktike apo teorike? Po, në Festivalin e Shkencës nxënësit domethënë ndahen në grupe dhe krijojnë projekte të tyre si tip prototipesh. Pra jo ndoshta jo diçka të mirëfillt, por fillojnë me ide të vogla dhe më pas gjatë zhvillimit të fazave e përmirësojnë atë dhe i shtojnë gjëra të tjera. Ne kemi marrë pjesë me projektin AirGuard, i cili ka për qëllim të pastrojë ajrin, pra i detekton me anë të sensorëve nivelin e dioksidit të karbonit, dhe gjithashtu ka filtra të cilët janë të veshur me hidroksid kalciumi, pra me gëlqere, i cili bashkëvepron me dioksidin e karbonit dhe pastron ajrin, pra nxjerr oksigjen. Dhe ky është projekti jon, ne kaluam dhe te faza e tretë që do të bëhet në Tiranë. Fituat ndërkohë në Vlorë, pastaj u paraqitët në Fier, dhe atje ti përsëri fitove, apo jo? Bashkë me grupin, patjetër. Bashkë me grupin. Dhe tani je gati për Tiranën. Çfarë mendon? Ky projekt është që ju prezantoni atje, apo shkoni nga një projekt në tjetrin, nga një festival? Mbetet ky projekt. Thjesht mund të shtosh gjëra të tjera. Për shembull, ne në fazën e dytë nuk e kishim këtë, por shtuam detektor për monoksidin e karbonit, edhe gazrat si metan, propan dhe butan, që janë gazrat e bomblave të gazit, të cilës fatkeqësisht shkaktojnë shumë fatalitete nëpër shtëpira, pasi nuk janë aromatik dhe nuk i ndjejnë dot njerëzit. Neve i detektojmë ato dhe në momentin që ka një sasi të lartë të tyre, bën një mesazh zanor që njerëzit ta kuptojnë, do me thënë që diçka nuk shkon. Po, shumë bukur. Dhe ndërkohë që ju arrini sukseset, në anën tjetër janë prindrit. Është krenar prindi për Sarën, babi dhe mami. Si është kjo marrëdhënia juaj? Unë kam një marrëdhënie vërtet shumë të afërt me prindrit e mi, ata kanë qenë gjithmonë suportues për mua që e vogël, për çdo gjë time, dhe jam shumë e lumtur që i kam bërë krenar ata, dhe mendoj ky është minimumi që unë mund të bëj për ata. Shumë bukur. Është më shumë mami apo babi? Të dy. Të dy. Që të dy. Ndërkohë, Sara, sot që je kaq e suksesshme dhe je 18 vjeç? 18 vjeç. Në qoftë se do të ktheshe vite më pas, çfarë do t'i thoshe Sarës së vogël? Sarës së vogël do t'i thosha ki pak më shumë besim në veten tënde, sepse gjërat nuk janë aq të vështira sa i mendon ti, nuk do t'i përjetosh me stres. Thej që do me thënë, këtu kuptova që e ke dhe anktin dhe stresin, të shoqëron. Dhe këtu, ja them të Sarës tani, jo vetëm Sarës së vogël. Sara, cili është një moment ndër më të bukurit
që ti nuk e harron kur? Kur kam qenë e vogël, në klasë të tretë, mësuesja janë e fillores, mësuesja Juli, të cilin e përshëndes, na shtynte gjithmonë për të marrë pjesë në konkurse dhe unë kam marrë pjesë në një olimpiadë matematike, ishte Olimpiada Kangur, edhe unë aty fitova, dola vendi i parë në Vlorë dhe vërtet jam çuditur. Okej, bravo Sara, mendoj, jam ndier shumë krenare për veten time. Isha e vogël, po që janë këto momente të cilat mbeten me ty dhe kur rritesh më tej. Dhe shiko çfarë shkon tek Sara e vogël. Nuk ke momente tani, për shembull, unë doja të më thoshe një mbres nga një olimpiad, ke qenë në olimpiad ballkanike? Jo, në olimpiad ballkanike jo. Ke qenë në olimpiad kombëtare? Mund të më thuash pak një mbres që e shikoje veten në vështirësi, e zgjidhsi? Po, dhe në këtë olimpiada tani, domethënë, nuk mendoja se do fitoja sepse nuk kisha shumë frikë te kjo pjesa dhe vërtet kur kam marrë lajmin që okay, do shkoja te faza e tretë, Olimpiada kombëtare, jam ndier shumë krenare për veten. Pra që kishe dalë fituese, ishe përzgjedhur. Bravo, shumë mirë. Sara, çfarë bën tjetër Sara përveç fizikës, që e dashuron, që e adhuron, që eksploron me anë të saj? Unë kam shumë qejf të shikoj filma dhe të lexoj libra, dhe pse fatkeqësisht shikoj më shumë filma se sa lexoj libra, por për këtë gjë po përpiqem të përmirësoj, sepse mendoj se duke parë shikon dhe psikologjinë e njerëzve, mund të shikosh se si mendojnë njerëz të ndryshëm, domethënë shikon dhe për kulturat të tjera me anë të tyre, pra shikon një botë tjetër, të cilën në përditshmërinë tonë nuk e shikojmë. Është e bukur. Unë dua që të drejtohesh te kamera jote tani edhe të drejtohesh me një mesazh gjithë bashkëmoshatarëve të tu, bashkëmoshatarëve të tu që nuk janë të gjithë kështu si ty. Historia juaj është histori suksesi, por ne kemi dhe histori të trishta. Ne shohim fëmijë 15 vjeç, 16 vjeç që shkulin pemët në rrugë apo marrin pjesë në incidente të ndryshme. Çfarë ju thoni atyre? Unë për bashkëmoshatarët e mi, fillimisht do doja të thoja që sepse jemi në prag të provimeve të maturës, të mos i marrim me stres, këtë gjë siç tash ja them dhe Sarës tani, sepse stresi nuk sjell asgjë të mirë, sjell vetëm konfuzim. Gjithashtu do thosha që të ndjekin ëndrat e tyre dhe të përpiqen të arrijnë qëllimin e tyre dhe synimet e tyre në jetë. Të mësojnë dhe të lexojnë sa më shumë. Po, tjetër, ajo është një që të kuptojnë qëllimin e jetës, të kuptojnë qëllimin e jetës. Patjetër, është e rëndësishme. Si është, Sara, si është që një vajzë ndjek një rrugëtim të tillë, sepse për hir të së vërtetës, fizika s'është lëndë e dashur për të gjithë, për të thënë. Madje edhe në universitet ne e kemi një deg që në vite ka prodhuar vende bosh të studentëve. Po, është një degë e cila nuk vazhdohet shumë nga nxënësit, por mendoj që nëse ti diçka e ke me qef, plus fizika patjetër kërkon shumë përkushtim, si çdo shkencë. Dhe nuk mendoj se stereotipi vajzë-djalë ka shumë efekt tani, sepse përkushtimi është i njëjtë, si nga vajzat, si nga djemtë, është i nevojshëm patjetër. Sara Brakaj është maturante. Dhe cila është zgjedhja që ti ke bërë? Atëre, një vajzë apasionuar pas lëndës së fizikës, çfarë zgjedh të bëj nesër? Meqenëse se mua më pëlqen shumë fizika, por gjithashtu edhe shkencat e tjera eksakte si matematika dhe informatika gjithashtu, unë kam zgjedhur, mendoj që të vazhdoj për elektronik dhe telekomunikacion, pra është një degë inxhinierie. Më pëlqen vërtet shumë pjesa e komponentëve elektronik, madje edhe për projektin që ju thash te Festivali i Shkencave kam kaluar vërtet shumë bukur bashkë me pjesët e anëtarët e tjerë të grupit, kur krijuam atë, dizenjuam qarkun, ishte vërtet një eksperiencë e bukur. Aty kuptova që më pëlqen shumë pjesa elektronike. Sara, ky Festivali i Shkencës ka një masivim të nxënësve, patjetër, por them në grupin tuaj, ka nxënës të apasionuar kështu si ty pas fizikës? Pas fizikës, po, mendoj që edhe anëtarët e mi të grupit e kanë që fizikën, por gjithashtu janë, për shembull, ka disa që janë më të mirë në kodim se unë, disa të tjerë që janë më të mirë në pjesën e prezantimit, kështu që varet, i kemi ndarë detyrat. Po. Sara nesër e mbaron gjimnazin Alidemi, shkon në shkollën e lartë, e para njerë shkollimin do ta zgjedhësh këtu, në vend, apo jashtë shtetit? Unë mendoj se mundësitë akademike janë shumë të mira si dhe në Shqipëri dhe jashtë vendit dhe mendoj ende ka pak kohë për të bërë zgjedhjen time. Po, gjithsesi po më thua që të pëlqen të studiosh dhe në vendin tënd. Po. Dhe ky është një lajm i bukur. Sara, unë të falenderoj. Edhe unë ju falenderoj shumë. Të falenderoj dhe të uroj suksese. Dhe urimi imi është që të kemi sa më shumë Sara.
Shumë faleminderit. Sara Braka, faleminderit. Unë tani do flas me shokun tënd, me ekselentin tjetër të Alidemit, me Jamarbër Rushitaj. Faleminderit. Pafshim. Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryezë një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Nxitoni për takimin e radhës. Qo se jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejt dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Po sa e privilegjuar që jam sot në këtë atlas njerëzor. Pas Sarës, unë do të flas me Jamarbër Rushitaj, i cili është një tjetër ekselent i gjimnazit Alidemi, por tashmë në fushën e matematikës. Jamarbër, mirë se erdhe. Kënaqësia e tëra ime. Faleminderit shumë. Jamarbër, je nxënës në gjimnazin Alidemi, je maturant. Po. Çdo të thotë ti jesh një maturant, ti jesh një nxënës ekselent në gjimnazin Alidemi. Mendoj fakti që jam nxënës i gjimnazit Alidemit është vërtet një privilegj për mua. Kam kënaqësinë që të jem në një ndër shkollat më të mira të renditura në të Republikën, i rrethuar nga studentë ekselent, nga një staf pedagogjik i shkëlqyer dhe në një mjedis dhe në një ambient pozitiv. Për sa i përket termit ekselent, nuk do të thoja i shkëlqyer apo perfekt, apo qoftë ekselent. Jam një nxënës që përpiqem të bëj më të mirën. Bravo. Po e dite që është kënaqësia dhe jona që ti përdorim këto terma, ti përdorim këta përcaktor, ekselent, sepse me të vërtet jeni, sado modest të jeni ju, Jamarbër, situata kjo është. Në këtë vendin ton, do me thënë, është shumë bukur kur gjen histori të tilla, histori frymëzuese siç jeni ju dhe siç sillni ju historinë tuaj. Jamarbër, je i apasionuar, je i dhënë, je fitues i disa çmimeve pikërisht në matematikë. Ç'është kjo lidhje me matematikën? Është një shkencë e fortë, jo të gjithë e duan. Kur e kuptove ti që ti ishe i prirur tek matematika dhe nuk ishe për shembull te gjuha shqipe? Mendoj se talentin për matematikën e kam zbuluar kur kam qenë i vogël, nga klasa e parë deri në klasë të 5. Kam patur një profesore në fillore që vërtet ma ka stimuluar dashurinë për matematikën, duke më dhënë ushtrime ekstra. Mund t'ja thosh edhe emrin profesore, se krenohemi ne. Profesore Juliana Rokaj, e falenderoj vërtet me gjithë zemër për tërë, për kushtimin që ka patur ndaj meje dhe ndaj tërë klasës në përgjithësi. Më ka stimuluar vërtet pasionin dhe dashurinë për matematikën dhe duke kuptuar që përveç se ishte diçka që doja që ta bëja, ishte diçka që isha dhe i mirë. Dhe me kalimin e kohës, duke punuar gjithmonë diçka më shumë ekstra, arrita tek olimpiadat, kur është në kontakt edhe me disa nga trajnerët më të mirë të Shqipërisë, që më ndihmuan të zhvilloj kapacitetet e duhura, teknikat e duhura për të fituar. Këto po më i thua për 9 vjeçare? Për 9 vjeçare, gjimnaz, apo dhe për gjimnazin e kishe, po, i përmbrodhe të gjitha. Po, shumë mirë. Kush të kam mbështetur në këtë rrugëtim? Padyshim familja është e para, prindrit e mi dhe vllai im i vogël, edhe gjyshet sidomos, por prindrit e mi janë parësorë, sepse më kanë dhënë mbështetje emocionale, më kanë suportuar financiarisht në çdo moment të mundshëm dhe tërë falënderimet dhe tërë suksesi dhe tërë puna dhe tërë mundi u dedikoj atyre. Atyre, shumë bukur. Po më thua që më të prindrit të kanë stimuluar, prindrit të kanë nxitur, dhe kjo është një gjë e bukur. Ndërsa ti vet? Mendoj se dhe vetë, në kuptimin, si thash, e kam patur pasion, e kam patur vërtet shumë qef, por është diçka tjetër që të kesh qef diçka dhe diçka tjetër që të jesh mjaftueshëm i mirë, të kesh dhe suportin e duhur për të arritur. Kështu që për te dëshirës sime të brendshme, më duhet të falenderoj dhe prindit që më kanë krijuar kushtet e jashtme për të arritur fitoret. Arbër, të lodh matematika?
Ja, jo shpesh. Mendoj se nëse vjen në një pikë që të lodh, duhet ta lësh. Nëse shikon që humbet pasionin për të, humbet dashurinë që ke, nuk ja vlen ta vazhdosh më. Është një deg që nuk e bën dot i forcuar dhe po nuk e patë të brendshme dashurinë për lëndën. Po, si është një ditë e zakonshme e arbrit? Zakonisht, do të thëmë për te faktit që shkoj në shkollë, bëj mësimet e ditës, zakonisht thjesht mund të vi në shtëpi, mund të shikoj disa ushtrime që më kanë dhënë profesorët në ditët e mëparshme të kursit, qoftë, por mund të janë dhe ushtrime që mi kanë dhënë disa vite më përpara. Ushtrime shtes ato, jo ushtrime të detyrave të shtëpisë? Jo, ushtrime shtes për kënaqësinë time, për të përmirësuar vetë. Zakonisht merrem disa orë me ushtrimet, përpiqem në më të mirën time për t'i zgjidhur dhe në kohë të lirë zakonisht luaj shah ose në një lojë në celular, në telefon ose shikoj në rrjetet sociale. Ndërkohë që si ndihet arbri kur e zgjidh një ushtrim të komplikuar, të ngatruar? Ndihem vërtet shumë i lumtur, ndjej një kënaqësi të madhe kur arri të zgjidh ushtrime që janë vërtet të vështira dhe kur ndjej që mësova diçka të re prej këtij ushtrimi, ishte diçka që do më vlej në të ardhmen. Jo, zakonisht në ushtrimet që janë të lehta, që i bëj shpejt ose që thjesht shikoj që nuk fitova gjë, nuk ndjej shumë kënaqësi. Ka në pallatin tënd fëmijë në 8 vjeçare, 9 vjeçare që të kërkojnë ndihmë për shumë për ndonjë ushtrim të matematikës apo? Jo, nuk mendoj se ka njëri në pallatin tim që e di që jam i mirë në matematikë. Po ti duhet ta thuash tani se mund të ketë dhe fëmijë që të kenë nevojë për ndihmën tënde. Zakonisht të tërë që mund të kenë nevojë për ndihmë jam mos e hapur të ndihmë. Je i hapur? Po, mendoj se jam i hapur. Nuk mendoj se duhet të pyeta mua për këtë, por mendoj se jam i hapur. Po, shumë bukur. E sheh matematikën si një shkencë të ftohtë apo si një art më vete? Përveç gjeometrisë, që do të thoja që është vërtet art në figurat, në lidhjet, në teoritë që ka, mendoj se matematika është më shumë një shkencë e ftohtë. Nuk do ja klasifikoja si një formë arti. Mendoj se është një shkencë e ftohtë sepse thjesht janë mendime, ide të cilat duhet të jesh gjak ftohtë për t'i parë, duhet të ruash shqetësinë, duhet të jesh i kompozuar kur i shikon si ushtrime, nuk mundet që thjesht të jesh energjik ose të jesh i mbi ngarkuar emocionalisht. Janë fikse, 2 dhe 2 bëjnë 4, nuk bëjnë dot 5. 5 mund të bëjnë në letërsi për shumë, po jo në matematikë. Ndërkohë që ke një aktivitet të gjerë, të themi, të larmishëm në pjesëmarrje në olimpiada. Olimpiadat për herë të parë pjesëmarrja jote ka qenë në gjimnaz apo që në 9 vjeçare? Pjesëmarrja e parë në olimpiada ka qenë në 9 vjeçare. Olimpiada e parë që ka marrë pjesë ka qenë në klasë të 7, që quhet FES Matematika 7, ku arrita të fitoj dhe medaljen e bronzit. Edhe dola, ky rezultat i mirë edhe më dha motivimin ekstra që mund t'ja dal, mund të bëj diçka më shumë, përderisa arrita këtë pikë, mund të shtyj edhe pak më tepër. Dhe jam marrë gjatë 9 vjeçares dhe me olimpiadat kombëtare dhe me olimpiadat ballkanike për të rinj. Po, kemi një mbres kështu të veçantë nga këto olimpiadat. Në 9 vjeçare ke qenë për herë të parë dhe besoj ka pas për shumë frikë dhe pasiguri se sa pastaj kur kalove në gjimnaz dhe ishe më i pjekur, më i formuar. Me thënë të drejtën, në klasë të 9 ka qenë herë e dytë që ka marrë pjesë në olimpiada, herë e parë ka qenë në klasë të 8, dhe për olimpiadën kombëtare dhe për olimpiadën ballkanike. Po pra, e i provove olimpiadat që në shkollën 9 vjeçare? Po, dhe në klasë të... Edhe ballkanike? Edhe ballkanike. 9 vjeçare? 9 vjeçare në klasë të 8 dhe të 9, të dyja. Bravo. Dhe fitove? Jo, klasë të 8 jo, në klasë të 9 fitova medaljen e bronzit. Dhe ku u zhvillua olimpiada? Në Shqipëri. Në klasë të 9 që isha unë që fitova, u zhvillua në Shqipëri, në Tiranë. Bravo. Dhe në klasë të 8 isha i vogël, nuk e ndjeja stresin, sepse nuk e kuptoja çfarë ishte, nuk kisha si lloj emocioni, isha për qef. Ndërsa në të 9-ën nuk e ndjeja sepse kisha siguri në vetvete. E dija që mund të kisha dalë dhe më mirë në atë olimpiad, pa dyshim, por që mendoj, e dija që mund të dilja mirë,
i kisha zhvilluar të tëra aftësit të mundshme dhe nëse gjithë shka do të shkonte në rregull, do të fitoja. Olimpiadat janë zhvilluar prej kohësh në Shqipëri, ndërkohë që risi ishte në fushën e arsimit, ishte festivali i shkencës. Dhe ju keni marrë pjesë në festivalin e shkencës dhe keni fituar. Qëndrojmë pak tu te festivali i shkencës? Po, okay. Si e paraqitur ti? Me çfarë në matematik? Ishit me projekte? Po, unë mora pjesë bashkë me disa shokë të mi në fazën e parë të festivalit të shkencave, me një projekt në matematikë që modelonte Shatërvani në një park të caktuar. Matematika arrinte të stimulonte funksionet periodike të Shatërvanit dhe të ujit gjatë kohës që duhej të përcillte, por përveç kësaj ne modeluam anë të funksioneve, me anë të grafikëve modeluam tërë kopshtin si paraqitje. Nuk arritëm të kalonim dot në fazën tjetër, por që ishte një përvojë dhe një eksperiencë interesante dhe e këndshme. Po, shumë e bukur ky projekti i Shatërvanëve. Pse nuk fitoi ky projekti? Kishte projekte shumë të mira. Një nga projektet ishte edhe projekti i Sarës, që ishte thjesht Projekti Sarës. shumë më i mirë se sa joni. Megjithatë, të mendojmë që nesër ti do të jesh një vizion për Bashkinë e Vlorës, për qytetin tënd të lindjes, për Shatërvanët, për të na krijuar këto, për të dhënë ide të guximshme, shumë bukur. Ndërkohë që edhe festivali i shkencës i shkencave ishte një përvojë tjetër për ty, mendon që ke arritur tani sot ti atë formimin e plot të matematicienit? Jo, nuk e mendoj se kam akoma shumë për të mësuar, shumë për të parë, shumë për të zbuluar. Është një rrugë që asnjëherë nuk ka për të mbaruar dhe tërkohën do të jem në zbulim të diçka e të re, diçka e magjepsëse dhe fantastike. Kush ka qenë më sfiduese? Sfidë ka qenë Olimpiada apo Festivali i Shkencave? Për ty? Olimpiada. Në padyshim. Olimpiada. Mendoj se sfida më e madhe që kam hasur ka qenë Olimpiada botërore, që ka qenë goxha sfiduese e vështirë, ka patur një ngarkesë jo vetëm emocionale dhe përsa i përket kohës që më duhet të trajnohesh, apo për shkak edhe të prestigjit që ka si Olimpiadë. Po patjetër, është botërore po thua. Po. Edhe shumë gjë e bukur. Arbëri 18 vjeç merr pjesë në Olimpiadë botërore. Po. Kam më i vogël, 16 e 17 vjeç. Domethënë të mendosh ti kur të shkosh 30 vjeç se ku do jetë arbëri, shumë bukur, shumë bukur. Ku e sheh veten ti tash në të ardhmen? Nuk e di, mendoj që të vazhdoj për matematik ose të pastër ose të aplikuar në një universitet jashtë. Mendoj se nëse Amerika nuk del, do të mundem që të gjej një universitet në Europë për të vazhduar studimet. Sepse këtu tek ne nuk e sheh dot, sepse nuk ka zhvillim të tillë kjo shkencë. Po, sepse të jam i sinqert, në kuptimin mendoj se inxhinieria, fizika janë shumë të, jo të përpara, po janë të zhvilluara në vendin tonë, por matematika thjesht është pak më e neglizhuar. Po. Dhe të vjen keq për këtë. Ndërkohë që përveç matematik, çfarë bën tjetër? Më the pak që luan edhe sha. Po. Më thuaj pak për kohën, ta quajmë kohën e lirë, kohë jashtë matematikës, se ti edhe në kohën e lirë pra bën matematikë. Po, deri diku, por që në kohën e lirë zakonisht thjesht një ndër aktivitetet më të preferuara që kam është të luaj shah, sidomos me vllajën e vogël. Në përgjithësi thjesht më pëlqen të kaloj kohë me vllajën e vogël, të luajmë në një lojë bashkë, të shikojmë në një film ose në një video bashkë, por edhe nëse nuk jam me vllajën e vogël, sepse natyrisht dhe ai ka punët e tija dhe detyrat e tija, zakonisht mund të dal me shokët, mund të... Po sporti të pëlqen? Më pëlqen, po nuk merrem shpesh. Po kështu je tifoz? Ja. Do të shikosh? Po shikon do të je matematik e gjallë, megjithatë me gjuhën sipas ke mirë punët. Film thua, film duhet të thuash. Po je matematicien ti, punë e madhe, do ta flasësh bukur gjuhën. Më thej që ju dedikohesh prindërve dhe suksesin ju atë dedikon atyre sepse ata të kanë mbështetur më shumë.
ata, sa krenar ndjen për Arbërin, e shprehin, Po. apo përgjithsisht janë të ftohtë për të mos të rritur pak mendjen? Jo, gjithmonë më thonë, e shprehin gjithmonë kënaqësinë edhe vlerësimin edhe kompliment, ata si nuk mi kursejnë dhe gjithmonë janë suportues edhe në faktin që më thonë mos e vrit mendjen, ke arritur mjaftueshëm, shko bëj për qefin tënd, për kënaqësinë tënde, gjithmonë do dalësh mirë dhe i vlerësoj vërtet, nuk kam asnjë lloj stresi apo presioni të jashtëm. Po. Vetëm të brendshëm. Po, shumë bukur. Për të lënë të lirë, sepse ti tani e ke marrë rrugën e shkencës dhe shumë bukur, të motivojnë shumë bukur prindrit. Jam Arbër, sot je 18 vjeç, nëse kthehesh pas, çfarë i thua atij djalit vogël? Djalit vogël që në klasën e 6 fillove në të 7-ën, fillove me olimpiadat. Do i thoja që thjesht i vetvetja, mos dysho asnjëherë, do të kesh pa dyshim pika që thjesht do të jesh i lodhur, do mendo se nuk ja vlen e tëra, por më beso, do ja vlej e tëra në fund. Gjithçka do të shkojë në rregull. Shumë bukur. Arbër, cili është një moment që nuk do të harrosh kurrë? Në këtë rrugëtim gjithmonë flasim. Mendoj se momenti më i paharrueshëm për mua do të ishte hera e parë që mora pjesë në Olimpiadën Ballkanike për të rinj, në klasë të 8. Është e paharrueshme sepse humba medaljen e bronzit për një pikë atë vit, por përtej kësaj ishte Olimpiada ime e parë ndërkombëtare, me ekipin, me profesorët, duke provuar ushtrime jashtëzakonisht të vështira për mua përtej kapacitetit tim, dhe thjesht ishte përveç se një eksperiencë magjike dhe e bukur, ishte edhe një eksperiencë që të bë më modeste dhe më me këmbë në tokë. Bravo. Arbër, të kujtohet cili që ai gabimi vogël ose ajo që ti nuk e bëre dot, të kujtohet, është fiksuar që nuk e fitove dot medaljen? Po. Çfarë është? Pa hyrë shumë në tema teknik, do të thosh atje që në vend që në ushtrimin e parë që ishte mos barazim, ngatrova thjesht shenjën, në vend që ta bëja më e madhe, e bëra më të vogël. Vetëm për këtë? Vetëm për një ngatrim shenja, humba disa pikë që më kushtuan medalje. Domethënë të paska djegur gjuha, mëja, e vogël, mëja e madhe, bëj shaka. Se janë terma teknik, janë terma të matematikës. Po, Arbër, unë mendoj që gjithë kjo që ti më tregove, një histori, do me thënë, kaq jetë shkurtër, është kaq frymëzuese. Është frymëzuese për të mëdhenj dhe për të vegjël. Tani unë dua që në kamerën tënde ti tu drejtohesh bashkë moshatarëve të tu, që ndoshta nuk e duan matematikën kështu si që do ti, por çfarë duhet të bëjnë ata? Ja ku është kamera jote. Mendoj se ata duhet të ndjekin thjesht pasionet e tyre, përsëri mos dyshoni tek vetja, mos keni asnjë lloj ndroje, asnjë lloj turpi, të provoni çfarë keni pasion, çfarë keni dëshirë, gjithmonë ndiqini ëndrat tuaja, do ja dilni. Nuk ka rëndësi se ku filloni apo sa kohë keni, thjesht jepni më të mirën dhe keni për t'ia dalë në banë. Arbër, ishte kënaqësi shumë. Kënaqësia e tij. Kënaqësi shumë për prezencën tuaj sot në studion e Atlas Njerëzor. Unë jam e mrekulluar. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, shembuj si këta të rinj tregojnë se puna, disiplina dhe besimi në vetvete janë fryte të mëdha. Ata janë modeli më i mirë për bashkëmoshatarët e tyre dhe një arsye më shumë për të besuar tek e ardhmja. Për ta s'ka asgjë të veçantë dhe të vështirë. Ata thjesht janë dhe thjesht studiojnë, ndërsa duket se garën e kanë me veten e tyre. Unë ju falenderoj që në ndoqët, bashkë mirupafshim.